Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Unë dje kom përzi ditën, kam mendu se është e martë e sot kurse e mërkur, a e hana kontje. Dhe për këtë çka ke lajmërova se nesër është hoxha Dhokmoni, kurse ajo është të mërkurën me ditë është i caktuar, ku që kërkojnë djes, sepse është lëshim i jemi personal. Do të më bëni Allah, do të thotë, po Ramazani dhe njerë dinë edhe me dallashit. Ja të nësush. Një iftar me Shumë me një iftar këtë dhe me ju që. Pas mend të iftari? Jo be, jo. Insan halë e ka që, të njerët përzinë reqatat. Qish para do ditëve, akon kërkej se disa xhamatlive mi përmend disa tërbije dhe rregulla që kanë të bëjnë me syfirin edhe me iftarin. Jashtë agjërimit. Të posaçme për syfirin dhe iftarin. Dhe sot mas i ke njet, zatën, që të ketë ligjërat tjetër, do të të për tjetër ditë e Jubin a.s. Sepse kimi mrite e Jubi a.s. Para asaj të përmendin një mesele që ka të bëjë me vdekjen e Jakubit a.s. Që dje nuk e përmenda shkaku i vaktit. Përmendet se Jakubi a.s. ka qëndru me zbashku me Jusufin a.s. dhe me djemë tjerë 17 vite në Egjipt. Dhe para se me vdek kalon vasijet që ta vorosin të vendi ku është voros Ibrahimi a.s. Të vendi ku është voros Ishaki, të vendi ku është voros Ibrahimi a.s. Dhe këtu të dalë në mejdan meselja se a ban njeri me caktu vendin ku ka qef mu voros, apo nuk ban. Du t'i kemi parasysh disa mesele që kanë të bëjnë me çështjen e vdekjes dhe vorosjes. Zakonisht njerit kur t'i vjen pleçnia, kur t'i ban do vjet, ja nis milion do lafe, ja nis milion do vasijete, mes tjerash është do thot edhe çështja e vorosjes. Po m'keshet se një xhamatlis çdo kur ja përmend çështjen e voreve se kjo xhonë të gruaja, nga të grujes. Po dhe shas bosh bashkë, edhe nëse të qena nga të badjava mo. Dush me prit murin gjallë, po mu bo bashkë. Këtë kjo në veç nga të grujës. E Jakubi a.s. ka lip me konë nga të babës vetë, Ishakit, nga të babës plakit vetë, Ibrahimit a.s. Dhe kur vdes Jakubi a.s. Gjemë të vetë e qenë në vend vasijetin e babës. E marën edhe Jakubin a.s. e qenë nga të babës vetë. Ku thamë së është i varast Ibrahimi a.s. Në Palestinë. Ja, Halebi është në Siri. Në Palestinë është qyteti El Khalil. El Khalil, po. Qytetin Khalil. Do të thotë në atë vend, nga të Ibrahimit a.s. është i varast Ishaki. Do të thotë Ibrahimi, Ishaki, Jakubi, po, edhe Jusufi a.s. para se me vdek valen vasijet e vladve të vetë,
familjarëve vetë që me qunë nga të babës vetë Jakubit. Që do të thotë 4 pejgamber i kemi të vëros me një vend. I kemi të vëros në një vend në qytetin Khalil, që do të thotë historianët e përmendin si histori të tillë. Të kemi parasysh se muslimani e ka haram mu vëros në vorët e jo muslimanve. Është haram muslimani mu vëros në vorët e muslimanve, në vorët e jo muslimanve. Sikur se është rasti kur disa gurbeqarë tonë vdesin atje, e bëjnë gabimin më arcetim duke thonë atje tokë, këtu tokë. Atje tokë, këtu tokë, po, ama atje i vërost, atje i vërost me musliman, e këtu vërosesh me jo musliman. E pejgamberi s.a.s. ka urdhru që ku musliman kur të kalojnë nga vorët apo rreth vorëve të jo muslimanëve, çka me thonë? Në beshirukum bin nar, ju çojmë miq dhe se ju një xhenemli, sepse ju keni vdek pa iman. E paramendoj këtë dua kur ta bëjnë muslimanët edhe për një musliman që është zhind nga tatimve jo muslimanëve. Por nëse në ato vende krijohen kushte për vorimin e muslimanëve, sikurse muslimanët shkojnë dhe ta blejnë një tokë të vetën, ta rrethojnë, edhe ta caktojnë dhe të vend vorosje të muslimanëve, atëherë nuk prish punë që muslimanët të vorosen edhe jashtë trojve të tëmve apo jashtë vendlindjeve të tëmve. Do t'ua tregoj një urtësi që përmendin ulemaja se si i kanë bajt trupat. Se Egjipti ku është? Në Afrikë. Palestina ku është? Në Azi. Në edhim fort mirë se Jakubi a.s. ka vdek në Afrikë. A vorin ja kanë bajt, ja kanë qunë në Azi. Shumë largë është. A trupi do të sot me këto kushte, një dit, 2 dit, 3 dit ja nisë me më kalë, mi ardhë era. Si kanë bajt trupat? A i din të kush? Qashtë? Trupat i kanë shtinë njalt. Përmendin disa djetarë se teknike egjiptianëve të vjetër është që kur kanë dosh me i bartë gjenazët prej një vend në një vend, tabutën e kanë mush me mjalt, edhe gjenazën e kanë shtim rejna në mjalt. Se mjaltas nuk len mu prish trupi. Edhe ta dini, kur vdes dikush, edhe është pa tjetër sushme që me majt gjenazën një 2 dit, për x arsye, edhe pse gjenazë e kërkon agjele, këtë ta dini. Gjenazë e kërkon agjele, gjenazë e ban me fal edhe me vëros edhe mes namazit sabajt. Edhe pse të na me bo këtë na qetë në gazet në i vo gjallata. Edhe mes sabajt ban me vëros gjenazë. Sepse gjenazë e kërkon agjele. Por pasam për x arsye të nevojshme dhe të patje sërcueshme, atër lini gjenazët me mjalt. Luani trupin me mjalt, që ta ndërëm trupin, mos thikin njerëzit, mos në veriten nga aji. Kjo është një mesele dhe të shkurtimisht. Nëse transportimi gjenazës është teklif për familjartë, atër dhe të ki vasjet nuk realizot. Për shembull, ke urdhnu, ke lonë vasjet që me dëvoros në blak stejper, ku dimrit, kur gjo nuk shkon atje nalt. Apo tani shetës po themi, ma nalt pak. Ku dimrit nuk shkon kur gjo atje nalt. Atër vasjet nuk realizot, por se voroset në vend që është më i letë ku mërin dhe tot njerëzit, ku mërin edhe automjetet. Dhe për këtë shkak është mirë që ai që e lën vasjet me gojë që mu voros me një vend, ta din se kjo punë nuk është haram, lejohet. Por edhe të bën me dije, nëse rastësisht nuk shkon, atëherë vorosuni në filan vendin ku i keni ju pak më lehtë. Kalojmë meselet që kanë të bëjnë me syfirin dhe iftarin.
që janë do të thotë dy ibadete në vetin brenda një ibadetit të madh. Syfiri simbolizon fillimin e ditës së agjerimit apo përgatitjen për fillimin e agjerimit, kurse iftari simbolizon mbarimin e ditës së agjerimit. Iftari simbolizon mbarimin e ditës së agjerimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka nxit shokët e vet që me hong syfir. Dhe është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që njeri të hanë syfir. Dhe përmenden shumë hadithe ku thuhet bile me një bardak ujë apo me një kokë hurme. Këtë po i tham sepse këtë problem ma shumë e kanë të rit, të cilët pritojnë muqunë syfir përpara se me ra me flenjt, çka e pin ka një bardak ujë edhe flenjt. Nora 12 apo 1 kur i kanë rënët. Jo, na themi flenjt kur dush, ama kur të vjen koha e syfirit, që pjen një bardak ujë, spaku një bardak ujë apo një kokë hurme, e pastaj bane një jetë vazhdo agjerimin e ditës së Ramazanit. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka. Do të hani syfir, sepse në syfir ka bereqet. Sepse të ushqimi i syfirit ka bereqet. E bereqeti është dy lloje. E para, se Allahu azza wa jall qatë mall, qatë ushqim që e ki, e ban të begatshëm. I dyti lloj bereqetit është se Allahu qatë bereqet që e ki ta shumë fishon, ta shton. Bereqeti o dy lloje. Të mos harem. Se Allahu azza wa jall qatë ushqim prezent që e ki, e ban të begatshëm. Edhe këtë gjdo domaçin e din, dë njerë blen me 100 euro harxhlok, e kalon muin si ma mirë. E dë njerë 15 dit nuk dalin. Qato njerëzi, qato antar, ama qka, ka pas diqka taj ushqim. Ose se kanë hongë me bismillah, ose ka ardhë ka e prapa të shpia, ose ka diqka. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se në ushqimin e syfirit, në hajën e syfirit Allah çon bereqet. Aty i lëshon bereqetit e tia. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, fastu ma bejne siyamina wa siyami ehli l-kitabi aklat as-sahur. Thot dallimi mes agjerimit ton dhe agjerimit të ehli kitabëve është ushqimi i syfirit, haja e syfirit. Sepse edhe ehli kitabët majnë Ramazan, apo? Edhe ata majnë Ramazan. Edhe krishterët, edhe jahudit majnë Ramazan në atë formën e vetë që e kajnë ata. Ama dallimi mes neve dhe atyve ku është haja e syfirit. Që na me tregu se na muslimant majmë Ramazan, ama ne kine mandryshe pijuve. Sepse kështu feja në obligon që na në adhurimet të dallohemi nga ata. Të veçohemi me ndonjë element apo me ndonjë segment. Tjetra është syfiri të hatë në kohën e fundit. Sikur se për shembull, nëse syfiri mbaron 3:15 për momentin apo 3 apo 10:45, na muqu me hongër syfir 15 minuta, 20 minuta para se me mbaru koha e syfirit. Para se të mbaroj koha e syfirit. E jo do të thotë me hongë syfir 1 sahat, 2 sahat për para, edhe me nejtë masanej bosh. Edhe me nejtë masanej bosh. Jo, ti bane gati ushqimin, por se sunet është pak para se me mbaru koha e syfirit, 5 minuta, 10 minuta para, që atër të hajsh ushqimin e syfirit, sepse kështu është sunet i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili dhe të ka hongër syfirin në kohën e fundit të saj, hadithet të cët vepër e dëshmojnë shumë hadithe të Aishës radhiyallahu anha, edhe shumë hadithe të sahabëve shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të mos të prahet me ushqimin e syfirit, nga ushqimi i syfirit nënkuptohet simbolika e realizimit të këtij sunetit. E jo ngopja e mbushja e rezervaret. Na kur hajmë syfir, si mi të mbush rezervarin e kirit me hes 800 kilometra. Me kalu 16 orë, 15 orë. Ja, na qomin syfir, me qunë vend sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E jo me tepru me ushqim, nga se
nëse veprim kështu, atëherë nuk ka kuptim agjërimi i ditës. Atëherë nuk ndihet uria, nuk ndihet nevoja e ushqimit. Dhe humb poentë e agjërimit. Krahas asaj që dëmtohet trupi dhe organizmi jot, ajo po se pa. Ama kanë thonë ulemaja se nga kjo edhe çka humb poentë e agjërimit. S'ka qëllim agjërimit, sikurse ndin nevojën për pije dhe ushqim, atëherë agjërimi jot do të thotë ka qenë pa qëllim. Se ke realizu qëllimin e agjërimit që ti të afrohen gjithat mirat e Zotit, të kesh nevojë për ata edhe të mos i hajsh. Kjo është qëllimi dhe poenta e agjërimit. Tënat mirat e Allahut para vetës, ketë halal. Ti ki shumë nevojë për ata. Ke shumë nevojë për ata. Ama me gjithat shka ti nuk i prejk ata, kur kush sën ti nalë, as kush sën ti nalë. Ti me vullnetin tënd, me dëshirën tënde, nuk i afrosh ujit, nuk i afrosh ushqimit. Edhe kjo është poenta, do të thotë njëra nga poentat e agjërimit. Nën këtë nxet, as kemi nevojë për uja. Gjithsesi që po. A ka kush na nal me pi ujë? Se na nal as kush, sikurse na që s'ni nalim që ata të cilët e prishin agjërimin, na i këshillojmë. Ndonjëherë ndoshta pak flasim edhe ma vrasht për ato, për të mirën e timve. Ama me zarë se një nalmi, me zarë se një qëjmë me agjëru. Prapë se prapë themi, dhe të thotë ka që kimi mundësit. Edhe ata të cilët agjërojnë, gjithë të qeshme i kanë radhë vete, edhe nuk e prekin qeshmen, këtë nuk e bëjmë pse i frigën hoxhës apo xhamatit. Po e bëjmë pse i frigën Allahut Azza wa Jall, pse e din hurmetin e agjërimit. E din hurmetin e Ramazanit. Unë e kam përmend vjet. E kam përmend vjet se njerëz të cilët nuk agjërojnë, shkaku i barnave, sepse e kam patjetër me pi. Ama vallahi kur gjos dallon prej neve, ata kur gjos dallon prej neve. As nuk pin ujë, as nuk han ushqim, vetëm hapat i pin. Vetëm barnat, as gjë më tepër. Thu se është agjërushëm. Shkon te shtëpia e pi hapat del në xhami. Se ne vërejnë se s'agjëron. Pse edhe në shtëpi vet, jo jashtë nuk bëhet mohabet jashtë. Edhe në shtëpi nuk han as nuk pin. Pse se të vjen mare në pik drekës ta shkeli hurmetin e Ramazanit. Edhe pse ai e ka të arsyeshme, është sahibi uzër. Allahu Azza wa Jalla din hadhin e tij, gjendjen e tij, ama ruhet nga kjo. E kjo është që muslimani do ta kuptoje poentën e agjërimit. Edhe këtu mesazh edhe për ata të cilët nuk agjërojnë me arsye, me sebeb, janë të smut. Të mos marrin me hon katmrin. Po të mshefën, truhen që me rujt hurmetin e Ramazanit. Sepse ai cili nuk njeh, nuk e din se ti je i smut. Ai cili nuk njeh ti, nuk e din se ti je i smut. Thot krejt haj kanë këtu, kanë normal me prish Ramazanit. Këto është hikmeti se pse ndalohet edhe i smunti me honka shiqare para tjerëve. E fëmia i cili është anësh, ai nuk e din se ti je i smut, ai nuk e din se i smut i ban me prish. Edhe ati mejtët në kryje se kur isha i vogël që babaja më hajke, normalisht të shpjejme me hongën në Ramazan, edhe ai zotë më në Ramazan, edhe ai zotë agjeran. Kemi kujdes nga këto tërbije dhe nga këto edukata që na i kemi gjetë nga të tjerit. Dhe këtu mesazh të fundit kemi edhe për pronarët të restoranave, të cilët i çelin restoranat e veta në Ramazan. Po ti kishim pas të restoranat në mesin apo ka pjesa jo muslimanve, shumë është normal me qel, sepse ato se kanë obligim Ramazanit. Ama me qel dyqanin, restoranin ka pjesa e muslimanve, është vallai shkelja hurmetit të Ramazanit. O shkelja hurmetit të Ramazanit. Ti lene se e ban normal me hongër në Ramazan, por çka edhe shkon i shërben ata të cilët dalin midis rrugë
dalin në vende publike edhe han, edhe parasisin meni, e ti shkon një banë sajgi, vallaj unë një sen e di se kësaj pare s'kimi a pa hajrin, e di një sen se në këtë pare s'ka bereqet, do shta shumë fitojnë ata, nuk e di, ama zbesoj se fitojnë, se muslimanët elhamdulillah 99% në që këtë shkup majnë Ramazan, është një përqindje shumë e vogël që s'përmendet, të cilët nuk majnë Ramazan, që i lusim Allahun edhe ato t'i udhëzojë, t'i drejtojnë rrugën e drejtë. Ama edhe me shku me qelë restoranin në pikë të drejkës, me emër dhe mbi emër musliman, vallaj s'ta ka ije. Unë e moj mend si i vogël, si këta, në qarshin e vjetë kur dilshme, restoranat të cilët gazdallarët i kishin jo musliman, vnojshin një zlogët e timve, perdet të shilta. O që shtove, Agaji? A e kini mriju qatë vakt? E kini mriju kretë qatë vakt, jo muslimant. Jo muslimant, të cilët shkaku i Ramazanit, shkaku i nderit dhe respektin ndaj neve, ndaj muslimanve, a i se ka pas obligim me majtë Ramazan, ma qka duqonit i ka vnu perdet trak, që kur t'i vera e aj jo muslimani vetë, që kur tanë mrejna, mos në bojë neve fitne, me ushqim. Këshë një qëfar tërbije? Ato e snafat, të cilët janë kun jo musliman, ama kun e snaf. Zoni kur u thirke unalke, shkohit për unalke. Edhe e zoni kur u thirke, thot Agaji, unalke. U kanala i vete ka ngu e zonin, a mos flasmi me ndal radionin, me ndal kastofonin, mos mi pengu e zonit. Pse? Pse është thiri Allahut. A janë këto e tërbije dhe edukata ndaj Ramazonit që na du të mi pas parasysh. E shta shka ndodh? E zoni thret, restorantat kupe qelës, muzikën. Musliman. Ramazoni hin e del, restorani së mshelet. Servohet ushqimi atje. Këta janë gabimet, të cilat gabimet duhet mi korrigju dhe përmirësu. Ama unë edhe nisen jam i bindurve dhe thamë gjithva timve të cilat i qelin në restoranat në pikë të drejkës. Vallaj s'kini bereqet të e pare. Kitë jam i bindur se dhju të që e pare s'kini bereqet. Bile, ta dini edhe një sent. Nëse një i kini fitu në Ramazan, 10 kini me hargju ka se mirë në vesht. Kam i ardë dhe një bela, dhe një telashe, ta dini. Se le Allah e kështu zullumin, se kjo zullum ndaj shehrit, ndaj mujt më të dashur të Allahut Azza wa Jall. Ki mujt sot, mos ham, mos pi, ti thu, ja, unë e do ha, do pi, unë e bile edhe kam me qenë restoran, kam me bo sajgia timve të sët, ham dhe pin. Gjatë ditës së Ramazanit muslimonit ketë parasysh që ti mbroje gjymtyrët e ti, ta mbroje dorën e ti, ta ruje gjuhën e ti, ta ruje synin e ti, ti ruje vesht e ti, ti ruje kamët e tia. Që ta gjëron edhe me gjymtyrët e veta, nuk është ta gjërimi veç me bark. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men lam yada qawla az-zuri wal jahla wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatan fi an yada ta'amahu wa sharabahu." Thot kush nuk i lën punë të këqija, fjalë të këqija, llafë të këqija, vende të këqija, pamje të këqija, Allah i thot s'ka nevojë për Ramazanin e atij. Allah i s'ka nevojë çaj me met pa buk, me hek për buk. S'është në zor për atë. Allahu Azza wa Jalla kërkon nga besimtarët që ata me agjeru hakikat. Ta agjerojmë me sytë tona, mos me këshir në haram. Mos me këshir çdo femër që ka me ka përci. Edhe mos me fol çka të mrimna. Mos me bo gibet njerëzit në Ramazan. Mos me bo fitnë në Ramazan. Mos me bo shpionlëke në Ramazan. Po, sepse nëse ti i ban gjitha këto edhe lejmë pa buk, këtë ki mejt pa buk. Qfar është pojenta? Veç pa buk me nejt, me thonë gjyrën beni se edhe unë e pa gjëraj? S'ka shpërblim kja gjërim. Të kemi kujdes nga në këto tërbije dhe në këto telashe. Por se në Ramazan, muslimoni në Ramazan do të të gjëraj si ka hije,
Edhe njëra nga cilësitë e Ramazanit është që muslimani në Ramazan të bëhet dërdant. Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si thënë sahabët, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ma kon xhimert gjatë tan Ramazanit, gjatë tan vitit. Ama kur vike Ramazani, u bëjke alo ma xhimert. U bëjke alo ma dërdant. U bëjke alo ma xhimert, alo ma dërdant. E çelke dorën, lirojke. Sa zëngina kon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Sa pasuri ka pas? Shumë pak. Ka 6 muj se ka kezarmi në shpit vet. Me muj hajshin veç uje dhe hurma me gratë veta. Megjithatë në Ramazan e çelke dorën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe jepke deri në maksimum që një adhurimit të madh, agjerimit t'ia shton edhe adhurimin e sadakas. Tërbia me iftarin është e para që muslimani të përshpejtojë iftarin, sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë fatkeqësisht na e kemi një gabim nacional, popullor të na. Që e zoni thret na nuk e prishmi iftarin. E zoni anis me thirr, Allahu Akbar, enas, bismillah. Dua ban. Me not Allah, e prit më uso sezoni. E masani, bismillah një dhe tërë, bismillah. Kjo nuk është prej sunnetit. Kjo është gabim. Musliman nuk është, sunnet është që muezini kur thot imami, Allahu Akbar, ti trak bismillah me hongër. Më njerë. Për çfarë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ma zala ummeti ala khair, ma ajjalu al-futur, wa akharu as-sahur. Thot ummeti e mosh nudhën e drejt, nudhën e vërtet. Përderisa ata kur çelin iftar e çelin me përshpejtim, ajjalu ma ajjela çelin iftarin. Iftari li pa xhele. E thot si fyrin e vanojnë. Thot tërbije ummetit tem, edhe ummeti e mosh nudhën e hajrit dhe të mirë, derisa iftarin e çelin ma ajjele e si fyrin e han me vonesë. Kjo është rahmeti Allahut azza wa jall. Si të përendoj e dilë, si të thotë e muezini, Allahu Akbar, njëherë bile. Si të anish ajen e muezinit, bismillah, qele mu se vana, dua, di bësh, 5 minuta para iftarit ki mund në sofër, ki me lon televizorin, ki me lon të shëtësamët, ki me lon të përlamët me gratë, zakonisht në iftare në ndodhen shumë të përlame, ullun, një zban dua, mu se përloj me grujnë, me krip pa prik, e ki bo kështu, e ki bo ashtu, po një ullun, ban dua, ledzo Kuran. Po shumë pyetje që kanë vinë prej grave, janë, a ka mundësi mi këshillu burrat para iftarit mi mbledh pak mend. Po? Me cati me ullë, me bo dua, me bo lutje, qka ban? Ti përlash me të shpijes, pse të ka shtu buka, të ka shtu cigara, Allah i më se vaftë. Të kemi kujdes, do tërbije, edhe kur cire e zoni, musu ka do të ishte musliman, Allah ki me zgatë. Po merë thuj bismillah dhe haje, prishe. Se kështu është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ti nuk mund është më ma musliman se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ma i saj e ka ongë me agjeri të musuban ma musliman saj. S'ka nevoj, bolki ka musliman. Tërbija e dytë e iftarit është që iftari mu qel me hurma apo me uj. Edhe këtu përmendi një keq kuptim që e përcjellin pleqët e tonë, që i kanë kuptu dallash një mesele, që kanë thonë se ai cili qel iftar me hurma, fitra du të mi dhonë ma të shtrenjta. Po? Kjo mesele, alo përmendet, fatkeqësisht, edhe alo shumë njerëz nuk blin hurma në pazar, duke mendu se du të me dhonë fitra ma të shtrenjta. Po thamë, kjo mesele ka vlenjt para 50 vjetëve, kur akonën dhast, jo si bros Tito. Vdiq maja. Pse? Nga sa ai dushmani i Zotit për ta ndalë këtë sunet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çka ka bën? Ka vnu carina të mëdhaja, dogana të mëdhaja për ata që bin hurma. Hurma si ka vnu dogan, tatim, carin, veçantë dhe ka vnu shumë të naltë. Dhe çmimi ka qenë shumë i madh. Aq i madh sa që hurmat kanë mujt me ble vetëm pasanik ta gallartë.
Dhe për këtë shaka o gjallar, që kanë thonë? Ato të cilët qelin hurma, qelin iftar me hurma, i kanë fitrat ma të shtrenjta. Pse ato janë agallar, janë pasonik. A janë konë kitë tamam në të vakt. Ama shtaj, 100 dinari ka edhe i milioneri, edhe i cili merë 200 euro rogë. Të ditë mujnë me blej ka 100 dinar, dhe thot një paket hurma. Edhe nuk ka dalim mes të pasurit dhe të varfërit në hurma. Dhe për këtë shkak, për para o gjallart, janë konë fukaha. Dhe mesejlet i kanë lidhen shumë precis dhe shumë me hollësi. Çështën e fitrave ka lidh me hurma, sepse ai cili ka hongër hurma, është ditë se është hak. S'ka mujt me blej dikush hurma për para me 200 euro rogë, me plat dërzhavës. Pse ako shumë shtrenjt. Ama ai zaman më vdeq. Shtash në këtë zaman nuk vlen ajo fetfa. Fetfaja është se ai cili ka mundësi me blej hurma në të blejnë, se i jep, nëse është prej mesatarëve, i jep fitrat mesatare. 150 dinar, 200, apo sa janë caktuar, apo 300, kështu me radhë. Qëtë hurma nuk ta hip çmimin e fitrave. Ta kemi parasysh dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç e përmendin shumë sahabët e tij, thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çel ke iftar me hurma, e thon kur nuk gjeke hurma, atëherë çel ke iftar me ujë. Çel ke iftar me ujë. Pa ban me çel iftar me lang, me sok. Ban. Ama sunet është, ma sevap është me çel e para me hurma, e dyta me ujë. Kjo është njëra nga tërbijet e iftarit. Në iftar nuk bën me tepru me haje, e as me pije. Nuk bën me bo masraf. Dhe nuk bën na me lanën, do thot për shtypjen se shtash kina me kthi mungesën e 6 motorëve që s'kina hongër buk, që kina majt Ramazan. Por se ushimi iftarit dhe do të duhet të jetë me karar, që të mos e dëmtojmë organizmin tonë dhe lukthin tonë. Dhe të adini njëna nga mirësitë e Ramazanit është siç përmendin shumë dietar, shumë këngëtar, ose se Ramazani do të thotë i bën shumë dobi të mëdha organizmit. Dhe Allah azza wa jalla ashtu ka kurdis organizmit që organizmi me pas nevojë që brenda vitit një muaj me ndet pa haje dhe pa pije, ka 15 apo 16 orë. Nga se kanë në gjak disa qeliza të kuqe, të cilët janë pasive, të shumë të kadalshme, të cilët nuk regjenerohen pas një kohë të gjatë pa ushqim. E në Ramazan që ato qeliza pasive, gjitha regjenerohen, gjitha ripërtrihen, rinjallën, me agjerimin tonë. E kur njeri shkon dhe hanë pa mas, ai dëmton luksin e vetë, dëmton organizmin e vetë dhe prish. Dhe për këtë shkak ka mbet suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që në iftar të hahet pak. Për këtë shkak është një traditë e mirë arabe, që është shumë e mirë për organizmin dhe për agjërusin, është që me qel iftar, me hurma edhe me ujë, me fal akshamin e masani me hunxhin sofrë. Pse ka përmend dietar se njeri kur qel iftar me hurma, këshin subhanallahu sa mi lidhet suneti me nevojën e njerëzve. Vallahi çdo sunet është edhe i dobishëm edhe për organizmin. Ne nuk e bëjmë për shëndet, këtë e bëjmë pse ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Parimisht e bëjmë pse ai e ka bëu. Ama edhe kur të vjen dikush, sidomos do të thotë kur vjen dikush dhe të thotë, "Ej, ki sunet ka shumë dobi shëndetësore." Çka kanë thonë shkencëtarët? Kanë thonë se hurma e ka një lloj të sheqerit, e cila mrin shumë shpejt dhe më shpejt në trun, dhe i tregon trunit sa me hongër e sa mos me hongër. Si pasojë e kësaj që njerëzit nuk qelin iftar me hurma, çka bëjnë? Han sa nuk ban, edhe keni pa kur han sa nuk ban, sidomos kur han pa hurma. E nëse pas atë gjim saatit e shes se i ki tepru, ja nis me ding barke. Pse haberi me ushqim mrin ma vonë të truni. Ti ke hongër shumë, ama s'ka ardhur lajmi në trum me të kallëzu se e ki qit fundin. E hurma e çon selamin të truni ma shpejt. Dhe truni thot luksit ball se ki tepru. Edhe s'ta do, s'ta kon, s'nhan. Edhe këto janë
dobi dhe urtësi të sot mirën dhe nxjerrën nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duat gjatë iftarit. Para iftarit leni mohabetet, leni thashet thamet. Leni fjalët e kota. Bëj një dua. Është kohë ku pranon lutje dhe dua të muslimanëve. O vllazni, është kohë e premtuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se në këtë zaman Allahu t'i kthen durt bosh. I ki çu durt, po thu Allah t'i kthen bosh. Patjetër me çu diçka të durtë tuaja. Sikurse kur një zengini xhimert, kur ti thosh a ka mundsi më dhon, ai s'ta kthen dorën bosh. Ai bosh ta kthen dorën nga xhimertëki që e ka. Por edhe nëse nuk ka kur gjon në xhep, dorën e vetë e vnon mbi dorën tonë, bosh ta lën nga tërbia që e ka. Nga tërbia që e ka. E Allahu azza jall nga rahmeti i madh i tij, durët e duaxhis nuk i kthen bosh, ju përgjigjet atimve. Çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Thot kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha aftara qal dhahaba adh-dhama'u وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Thot sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur çel ke iftar, thëjke shkoj etja. Shkoj nevoja për ushqim, usas, çelëm iftar. وابتلت العروق edhe venet u lagën, zorët u lagën, kënd thata, kënd njom, kënd dhe të thata, i ka plejt thatësia nga agjërimi madh, është tash u lagën. Wa thabata al-ajru inshallah, dhe o Zot na shpërblej për këtë agjërim. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nga tradita e tij para iftarit i ka çu durt, ka bëu dua të lloj-llojshme. Është tash këto duan mos prit me bë sikurse në xhami. Duan mos e ban sikurse duaja e hatmës. Veç çfarë dua na e dim, duan e hatmës. Çka të bëjnë amule duan e hatmës? Ja, ban dua Allah të t'japë shnet. Ban dua nëse s'ki risk Allah të t'japë risk. Ban dua nëse s'ki evlat Allah të t'japë evlat. Shqip bani Arnautçe. O Zot, berëm pare, thuj Allah jepëm risk. O Allah jepëm shnet. Mos prit hoxhat vere të shtëpia të bëj dua ti për ditë. Apo mos prit njerë në mujt asiri shoxhën iftar e ai të bëj dua për ti. Ajo mirë, s'ka lidhje. Ama ti dush me bo vetë për ditë, me shfridzu momentin dhe qastin, me bo dua vetë, me gojën tënde, me akaj derdin tëndë, kryusin tëndë, kryusit tëndë, Allah të azza wa jall. Se hoxha vjen nuk të din ti problemet të lashet. Që fatkeqësisht këtë shkuptohet dhe disa thëjnë, ka marrë dhe hoxha një ditë niftar, ka me bo duan edhe usas. Këtë ka bull, këtë makbull, këtë ka mbara. Ja, dush vetë mi përvjel kratë edhe me kërku pre Allahu të azza wa jall atë që ke nevoj. E Allahu azza wa jall me fuqin e ti dhe rahmetin e ti, ti durët s'ka me t'i kësi mbrapa. E jedhen billa, të mos bojmë nga ata në vakt ku pranohet duaja, që na tefterin ton ta mushim me gjuna, ta mushim me harame, shaj grujen, racullën, përlaj me kushien, dil përlaj me qetrin, shko përlaj me furajien, me keti tu, me dyqanxhin tu përlaj, me këtë vazhon ka një behame. Po thamë, bini vetës mas, se kjo nuk ban. A gjurusi se ka këtë tërbije, se ka këtë edukat. Dhe na duhet njëre për gjithmon, këtimve gabimeve, me ju dhonë fund dhe me ju thonën stop. Teftiru saimin prej sunetit është që me thirr njerëzin iftar. Elhamdulillah, kjo traditë e mirë e kimi gjetë na prej baballarëve tonë edhe jemi të mundu me e vazhdu. Që me thirr njerëzi, njofshëm e të pa njofshëm në iftar. Me i thirr familjarët në iftare, me i thirr shoqnin në iftare, me i thirr do tot njerëzit e pa njofshëm në iftar, që qka me fitu se vapin e agjeruesve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush i jep iftar një Ramazan lis, thot e merr shpërblimin e atij barabar sikur ma agjeru me atë, thot edhe kur gjo nuk i paksot nga sevapët e tija. As gjo nuk i paksot nga sevapët e tija.
Këto ishin disa tërbije dhe edukata që kanë të bëjnë me syfirin dhe me iftarin dhe me agjërusin përgjithësi, lutja Allahun azza wa jall të na bëjnë nga ata të cilët atë që e dinë edhe e veprojnë, edhe atë që e veprojnë vetëm e vetëm për hir të Allahut azza wa jall. Lutja Allahun azza wa jall të na e pranojë neve Ramazanin, të na e pranojë ibadetet e tona, të na bëjë të mundshme që këtë Ramazan ta përfundojmë me të mirë, ka e mbara, me gjunohe të falta, duke na mundsu që të na mbrojë nga zjarmi i xhenemit, e të na mundsoj që gjithë së bashku kështu siç jemi këtu të himë në xhenetet e Allahut subhanahu wa taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ishpërblet.